Jena në këtë pjesë me një djalë të ri që ka njëherë na u duket si non, ka njëherë si djalë, po tash e pas ka shku dhe mjekrën. Artan Karimani. Artan? Shpëtim çuçi. Përndryshe nëna fat, njëna prej karaktereve kështu femna më të mira që i dën publiku sonte me ne po pa ato dyminjat, pa shaminjat, pa ato tishat e nënës fat. Në civil ka. Në civil ka. Në civil. Artan për cili vend je? Unë jam prej qytetit Pejës. A Pejoni ja? Pejon. Kilin Pej? Po. Mandej i ardhur në Prishtinë. I morën në Prishtinë dika në 2016, 17, çështë ti ka. Okej. Ja nisi me bën një rol të nonës, një rol një gruajës. Jo direkt. Po më ne ai që të ka shpërthy më shumë, kon nëna fat, kështu që po, e njohim na. Na ktrem rolin nënës fat, po. Ajo kon ai hapi parë. Hapi parë. Para publikut në mënyrë profesionale. Se në kumbu video me telefon, jo mënyrë profesionale. Po. Mi po prej anës profesionale nëna fat u kon roli që ka bo hap shumë të madh si në fillim, edhe njerëz të kanë pranuar dhe kanë dashur shumë si rol. Atë vike zor pak me hin karakter të femnës, Artan? Jo, këtë që më ka zor u kon me hek mjekrën. Me hek. Po, për aktrim se kam problem, kështu çfarë do roli që është i mirë, edhe i kuptueshëm edhe i pranueshëm publik, bëj me shumë qejf. Kjo është pjesa e aktrimit, e artit. Po. Nuk don komplekse. Cilin pi roleve don më shumë ti? Nënën fat së ndroj. Nënën fat, a? Edhe pse sa shi mësu me rolin e sultanit, po nëna fat u kon ajo shkëndia dhe ai dashnia me publikun. E ke hek duvakun. A dhe kështu me janis. E kum shliru veten. Me janis me dash njerëzit edhe me dash publiku. Po më duket që një kohë gjatë si ke lujt tash në fas pak për që ka kaluar në serial tjetër, apo të merr molli për to? Merr molli shumë se pa ta mësu dhe mu pat pjek si rol. Po. A din si zoni se mbike me bëj çdo ditë. Po. Njëjtin rol, edhe mu pat pjek zoni ka pas ratë shkojsha me një market u habit shafelsha si nëna fat. A din a bën një pashjet cigaret, më fal, zoj, a din u habita se pjek është edhe më mirë këtë pjesë kur pjeket me një rol. Jeton me to. A më tash që një vjet e gjys gati 2 që s'jam të e praktiku heq, pak më ka shku. Që kjo nëna fat, o dikush që t'jen, ja, është i marum kështu në imagjinat komplet. Qëre? Zakonisht është dikon një farë targeti. Nuk ka që s'ekziston për një me. A është dikon nëna fat, a? Është dika ajo. Se ka pas njerëz që më kanë shkruar që është të vjehra jam, që është të sillet ajo, po tash jo krejt në çat hiperbolizim, se na e kena bu, më thonë për herë të parë, një nanë e cila e ki patu unë shumë me skia për Brezovicës, me saj, me kerr, me bitcoina, dhe me thonë, kena bu një rol që nuk ju mësu me e pakta. Një nonë e dalë me pak tefterit. Pak si shumë, për pak hatë. Pak si shumë e dalë me tefteri, e që ajo me thonë nuk unë edhe ajo cilësia në nësfat që njështë e kanë dashtë. Ndryshe e kanë bo një femën. Po, krejt ma ndryshe, tash i bojnë shumica, shkojnë kajdit në nësfat, po më vjen mirë, që është edhe inspirim, se edhe një më inspiru dika, edhe është sani ma i mirë. Qëka të kanë thonë të shpia, se zakonisht shpis ballafaqohen me një diçka ndryshe mas pari herë? Po i mësu, s'kan kam qojnë. I mësu tash, e fillimi? Që unë si vogël jo mirë me qëto sanë në shpe. Gjata ku më qitë janë i shami, janë i emitim, janë i humor, ju më konë a i gzimi shpis, që që i kumë shti me kjesh. Kalauzi. Po, si në shkollë, si në shpesë, si në shoqni, gjithka ju më konë a ideali që kom pas shef me jep pozitivitet. Edhe për që ata nuk e kom pas problem. Tash keni kalu me një serial që një vjetë, Sultan Shatsi. Në Gjermani po realizohet, a? Po, në Gjermani, falë shqiptarëve tonë dashtë në Gjermani cilë tjetojnë. Tash me janis mi përmenë është Demokrati, Denisi, Andi, Avnia, Toni, Edi, Arifi, shumë shqiptarë tjerë që adin tutna dhe me janis mi përmenë të një rëndë se muj me haru dikon. Po, e koritësh. Shumë koritën. Ta manë menë shqiptarë, që më harroj, bre? Qethët, unë ja bona kisë më përmeni. Po, sinqeresht na kanë prit mënyrën më të mirën të mundshme që se kemi prit as na vet, atë mikë pritje, e le më të një realizimin, na kanë ndihmu shumë realizim, të edhin sa mundit më konë bëgjetin Kosovë për njerës që miren me seriale ose me filma. E shumë, I kena shqiptarë që të nimojnë, hitë spritoj me të nimu. Po shqiptarët janë zemër gjonë, pra shqiptarët të kanë nimu këtë vend historikisht edhe normalisht diaspora është shpirti jonë që e përkrajë çdo aktivitet që bëhat në këtë vend edhe njerëz që shkojnë për këtu atje. Apo ka sukses seriali? Fatmirësisht, po. Unë e kom po veta dhe producentin e ju, api bleni që të shikima janë reale, sa janë reale? A janë reale për një me, tash për bezë të këtu të kam përballë. Atë ka thonaj? Po, tha. Së rrani ku gjo. Reale janë krejt, do më thonë, vish në YouTube edhe në Facebook, janë mbi 13 milion klikime. 13 milion? Ka pas ras që live jënë konë të e prit, dika 40.000 veta jënë konë të e prit, vish live në YouTube me dojnë. Edhe është një sukses si cili, muj me thonë, si tem është pak e ndishme se
jo, nështë jo çdo të parit, për çdo të dytit i ka ndodhur. Në familjet e tyne, gjakun e tyne, edhe i ka prek pak si temë, e sidomos një temë që nuk është bo hala, diçka me diaspor, me një djalë që shkon gurbet, ato peripecit e jetës, edhe ka ndodhur të sana edhe janë të vërteta. Aty ka edhe jo shqiptarë do që po luajnë? Po, janë arab. Arab? Po. Qysh radh në kontakt me ta? Qysh e pritën ata këtë serial? Më thonë është një kombinim edhe shqiptarë dhe njerëz Na që nuk fillimisht janë shqiptarë. e kemi nisash kush e ka këshyrë serialin Sultan Shat, se e din që epizoda e parë është një djalë kamarier, lakmia me dal jashtë, ka lakmu ndajen e vet, kur del jashtë, shefi i keq, si jep rrogën e qet pi punës, edhe tash në bazë të eksperiencave të njerëzve që i kanë kalu më herët, na kanë tregu shumë raste të ndryshme. Edhe kemi pas shef me pas një ballafaqim shqiptar me arab. Domethënë për çdo rast që na tregojshin i shkon një shqiptar me një arab ose na me do arab. Se të huj. Po, që kanë pas ato fërkimet e tyne, edhe jo mos pëlqimet. Edhe ata me shumë dëshirë art kanë aktru, falë për shqiptarëve ta ndashtën atje që kanë bisedu me ta, edhe ata me shumë dëshirë hi. Tash bile me nxis po presin edhe arab. Me lujt. Po, bile ka shumë arab që kur vinë aty gjatë xhirimeve thonë Sultan Shat is the best serial, bruda, edhe me nxis po presin me pa thonë. Me hin serial. Po, edhe kanë qef me nxis presin me lujt edhe ata vet. Çish po kaloni me arab? Qëra, ata në jetën reale nuk janë qashtet. Janë shumë njerëz të respektueshëm, janë shumë njerëz të mirë, sidomos ai barber Sella në jetën e përditshme është një frizer. Po. Po që i ka Çaj i modh, një i madh. Po, çaj që mytë të mrej mu. Shumë i madh isha ja. Ku Ati naja pa ta bo aktros sikur në jetën reale, kur të më nxën mu. Po. Edhe e mor këtë muhabet shumë seriozisht. Morë shpëtim beke shuplakaj me këtë zamë. Si miro stupit. Bile është epizoda e fundit, mundën e vrejnë ata shikust, kur ma qesin e farë peshkiri ngoj që dojnë me mytë me benzin, mu që aty u konë të mërat të lekt. Ju mduf mu këthy në kratë djath, edhe vrejnë sy që mullit shikimi. Edhe deja ka patë një jetë miri që për një me po do me mu kontrola. Se ndodhe, dhe më thonë, kogja kështu me dal jashtë... Kom qef, jo vishon, po se na si staf kur të bojmë diçka, edhe nëse se ke mundësit me bo ma smirtin bot, bile me ju afru dyqysh. E kom qef me bo sa ma original. Edhe me që ato rëthana që i kem pas na, ju mundu që mos me ndalë kamerën po bënë original. Edhe me mrat lek të sa problem, vishë le del bukur në kamerë. Mundë të me dek? Po njëherë ke me dek, a i dyqysh do të me dek. Bili dhe seriali. Me boba ki me ndonë mos e pasot dhe se ja epizod këshyër të fartë. Po, kur parët ja u qënë këtë shpisa. Po, ja u qënë qëtë, qëtu. Rahat rri. Shkoj me ftyrë të bardë, bile. Për është dak një një mëjë. Me metë në gepek të kjerit të gjiru. Policia. Që erdhen. Jeni mësu ju me gjiru këtu të na. Kështë ta kalëzoj këta, jetë mirë. Të lhyqe, po jetë mirë. Që në Kosovë, edhe njëna ka ndodhë neve në Kosovë, me në fatë të burgi Hajvalis. E kishim një skenë në fatë të ikë për i burgit, na shkum... Të ikë për i burgut? Të ikë, për na smurem lekër ka hish. Unë e veshat pancirin e portokalt, dimijat, edhe të nga të naltë. Në atë moment të dalaj sigurimi burgut, gardiani, ka bërtit me të madhe me në nalë, edhe një jëmë nalë, të njarë dhe shefi sigurisë të burgut, ju nduf mas pari mi kontrolu të burgosën e talë, që shkan regu në burg, që musu ikë dikosh, të një na kanë qunë policia, ato deklarata, cene që si kem dit. E për Gjermanina, thjesht ke mendu që muj me gjëru shumë shlirë në rrugë. Edhe ishtë skena ku Arab në epizodën e 16 mu më shtin në kerë. Në gepek të kerrit. Edhe tash polis të këshim pa pakit në gjarje, po ata si kam pak ta me kamera të gjiru. Edhe vish kur jënë ardhë një kambi, halt, meta. Për toke! Po së që bëllet kështë thonë për toke, kësha di që po thojnë. Për toke gjermanisht. Ata theshin, TikTok video, dhe një kalëzushim që jem të bu video, nuk o kur gjë reale, apo dhe në të një, ata Arab, fole me ta në gjuhën Gjermani, ju të regum që apet e kem një skend njejten, ku këta kena me fut me një shpi edhe kena me maltretu, kështu që nëse dikush ju thirë, atër dijeni që jena na. Edhe kur gjo na kanë shu pa thirë në kom. A, me të ngepek pak, a? Janë në zërën. Në zërën? Do më thonë pak ke imbyllë? Ja, ato akum hongër gjithë son edhe i vogël nuk në zonë vend shumë. Aty për mu salon. Ta manë është, po vëllë. Një televizor, një banë. Ti aty ki komoditet, po njëtoj aty se. Shlirë, shka o tonë gëven, këtu ka që shlirë. A po mundi me jetu mirë prej aktrimit? A jetohet mirë? E valon, tash klikimet e edhin që shkojnë. Po fatmirësisht në ndihmojnë shumë njerëz dashtën. Për shembull kena çdo ditë telefonata që thirr dikush thotë veç po kam qef me të ndihmu që po më pëlqen projekti, edhe ti si aktor po kam qef me të ndihmu.
Normalisht ai neve na ndihmon realizimin e serialit se na kena BAG, shpenzime, janë aktorë, është montazha, është zërimi, janë ngjyrat, muzika, janë 100.000 sende të cilat duhet me i përdor. Po fal shqiptarëve tonë, diasporës besa edhe në Kosovë dhe ata që kanë firma, na ndihmojnë me ato mundësitë të në. A je besimtar, Artan? Vitet e fundit po. Po, a? Edhe pe praktikon fen? Do më thonë, je po falesh? Po, bile, mas jem në emision të ti, po du me bu një përshëndetje, se ja kom bërgjë dikuj. Kujna? Është Hoxha Nasser Bafteu, i cili ma ka bo dhuratën ma të mira në jetën temë. Që mu kërkush s'munet me ma bo dhuratë, është mua dhe vllaun temë na ka qunë në Umre, në Mekë dhe në Medinë, u konë ndjenja dhe se di, qëtësia ma e madhe e shpirtit që unë e kom kalu, apet kena me shku në shkurt. Shka përjetova atje? Ndryshe prej vendeve tjera? Qëtësia e shpirtit. Qëtësia e shpirtit, është ai përpos predikimeve, namazit, salavatet, sadakat që i bën, është një farloj emocioni mrenda vetit që njeri nuk po dike me e përshkru. Ishte shumë i lirë shpirtnisht po të përshoj kjo shpirti, sidomos me pa qabën e beku me xhamin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mi jep selam pejgamberit, shokëve tina, është një emocion që mu ma ka marrë menja këtë naci këme provu kur t'i bëjt do vjetë, 47, 50, isha, nështë që atër ma bën zoti njetin me shku. Po, a mu për që më vjen në mosh rinore, unë i kam 27 vjetë, mu edhe vllau tem të voglit, është dhurata ma e mira dhe knatësia ma e madhe një jetë që mu më ka ndodhë. Dhe më thonë, jetë du falë, tash? Sa ku për praktikon namazin? Vallaj, ka do vite, prej 2021-ës rregullisht 5 vakte. Çka ka ndryshu tash kjo prej 2021-26 edhe ma heret? Çfarë ndryshimi e ki në vetvete? Shpirtnisht jam ai qetë. Sprovat kur të më vinë jetë nuk i marr shumë nga zemë nëse di që në caktimet të Zotit, edhe s'kam ku mi ikë edhe s'kisha mujt mi ikë. Nëse ndodh diçka e keqe e pranoj, edhe nuk them pse ndodhi ku çka u bua, dhe rri shumë stabil, veç bëj namaz edhe Zoti na ka jep shpirtin, ai na merr, ai na furnizon, edhe veç atij na alti drejtona për çdo problem tjetër që unë kam. Çfarë raporti kemi prind? Raportin më të mirë në botë. Edhe inshallah kam arrit mi bo krenar se për këta luftoj, kanë hek shumë në arrit, edhe pse me njerë në periudhën mas lufte nuk është që i kem pas shumë kushtet e mira ekonomikisht, po kom punu qysh i vogël, për këta nuk viktimizona, se ka shumë njerëz që viktimizon, jo jam shumë krenar që prej moshës 13-14 ja kom nis me punu. Çfarë punë ki bo? Gjithçka. Çka për shembull? Çka të kujtuat ty që ki bo mas shumë ti? Ose mas shpeshti ose puna e parë kon free delivery, me çuporosi me motor. Kuzhinier, ndimës kuzhinier, kom la banjo, do më thonë pastrus, kamarier, palacio, kom punu me montime në shtëpive, këtë në garnishteve, gjithçka. Çdo punë që kom mujt me fitu parën, mi jau jep babës edhe nonës, rrogën, gjithmonë jau kom jep, edhe kom e vazhdu mi jau jep deri në frymën tam të fundit. Lumaj që i ka dhe sillet mirë me ta, e miraj që i ka nuk sillet mirë me ta. Po thu, çdo fitim që e bën edhe sot ja vlerëson prindëve tu? Absolutisht. Edhe pse ata punojnë, nuk ka nevojë, po e ndjej për bërgje dhe për obligim se e di që hakun s'më mi au kthy kurrë. Po pëlqen se forma qysh pe shpreh edhe qysh e ke konceptu, domethënë jetën mu po pëlqen. Po më bën përshtypje të mira se në djalë i ri mund të me pas tjetër koncept për jetën edhe tjetër koncept për parën që fiton vet. Kështu që bravo të koft. Nuk moj shpëtim. Nuk moj se kur unë jam koni vogël, ndoshta nona ja mu duft me shti pak më bërgjë vetën, është edhe me shi diçka të sajna për ondrat e mia ose të vllaznive të motrës tem. Tash unë ju më rrit, më njet dikush, i marr do pare edhe mos më kon falendërues ndaj prindve të mi, se më kanë rrit me mund, atëherë unë s'jam asnjëri, unë s'jam as insan. Është sendi më i keq në botë. Po thu që kanë ndonë nona me shit ndaj pjesë të vetëm personale qoftë tesh, qoftë ari, qoftë. Po. Sena që ti mu avancu, mu shkollu, me dal prej ati rrethit kështu të ngushtë punës tonë që ki bo. Absolutisht ka pas, po në momentin që e kom nis me rolin e nënës fat, jo mundu mi a kthy 10 fish. Në më thonë edhe mu ka kujtu, ju më shkoj ku përmen, mama të kujtu që i ki pashi qëta, po, hajde shkojna bashkë. Jena shku në Argjentari, ose dika ku ja ka pas qef me bled diçka, me pas, me mujt mi a rikëthy dyqysh. A janë të lumtur me ty tash? Mami thot që po,
edhe babi thot se i kom shumë. Babi është pak më, domethënë pak më i rezervuar, se zakonisht burrat pak si më të baba, rezervuar. Po a të pak vëdim? më e nini mrana, po ndoshta Nona është ai shpirti nonës, djali nonës më i miri, baba a din është pak si po. Mirë, për Mos u vetë e godni, ki. mos u godni, po. Për vetë e ki, a din. Kujna ja dedikon suksesin tonë për shkak. Në fund, Në fund, do me lën karrierën, s'do më me kur gjama, i ke kry krejt, ka mosha me përfundu punën, edhe pse s'vjen ashta e kur, po jena në fund karrierës, kujna ja jep atë medaljen e jetës për sukses. Nëse i shkon vish një personit kështot, i shkon nona. Po nëse isha du fëmijë cek 2 ose 3 sene, ishin kom prind, njerës që mu më kanë dasht, edhe vllau tem të madhit për një nonë tjetër jetë mirë gashit, cilën e kom krah djath. Okej. Çka i thu moshatarëve tu që janë moshën e re, sikur ti, edhe që nashta pritojnë mu qu me shku në punë, pritojnë Punu. me jau qu qatë rrogë prindët vet, me i kine për diskoteka, në për lokalin, në për Qëre, nuk punojnë, nuk po them që është gabim me dalë, le dalin, le të knaqen se është normale me dalë, edhe duhet me dalë, po që pjesën që duhesh me dala model kur e din që prind të tu, kur të qelin frigoriferin kanë çka me hongër, sebeb që jetë me amush frigoriferin, me punu mos më bosh shkaktar që prind të tu mundi keq, a din me një anë ti më ju lyp ton kohën. Bënë i zoti vetvetes, mos vjen marrë me punu, se punën e kem farz. Nuk është marrë me punu, as ka marrë shankas, çka do kofta e punë që ti fiton parën për shpitonë nuk ka marrë. Po një moj prindve tu, se nuk i kena gjallë gjithë, dikur kanë me deka ta e na e krejt. Po një moj e familjes tonë të një bëni shefet e tuja. A ke mendu që vjen herë që kjo ditë që ti me aktrim, me komedi, me seriale, me konë që këqije? Që që ki konceptu ma herët jetën tonë, të ardhmën tonë? Unë e kom menu vish një djallë që aktor kom pas shef më bojë gjithmonë, se gjithmonë ju mirë me aktrim, me video, me komedi, po jo me 2 serialet mija, ose me një emision që e kom pas. Po fatmirësisht jeta em ka ndryshu komplet në vitin 2021, kur unë jem taku me Jetmir Gashin, vllaun tem madhen, edhe me ta e kem nis Nanës Fat. Prej Nanës Fat emisionin podcast që unë e kom pas ondër, pe një fast food delivery ose një palaqës, një ndim s'kuzhinjerit, ma arrit me i bo 2 serialet mija super të shikume, një është edhe një emision të njëjtë, është ondra ma e madhe se cilët njeri që e dën këtë fush, këtë lami. Po s'ma ka marrë mendja kur. A ke ndryshu, atë ka ndryshu për shembull audienca, për shembull, atë ka ndryshu ty si personalitet, atë ka bo ma arrogant, atë ka bo ma të kujdesshëm, që dhe konë raporti me vetveten. Më ka bo ma inëson, që shme thonë. Okej. Bash Ma të përgjithshëm, a? Po, ishim djetë të hongër buk, edhe po vjen një fëmijë i vogël edhe unë ala të bu ma, a im vetë ke mu për serial. Edhe unë ja nisa me bu ma habet me ta, ma bëne shok jam tha Arifi, tha, sa interesant që shpi fol. Thash kur im konë një vogël mosh tina dhe kum pa dikën që u konë atë ko VIP, kur i falsha, a i ma kthej kem arogancë. A përdin kështë, su merë ke fort me mu së në fëmi. Tash unë si fëmi e kum kriju atë bindjen, ky me një malë, s'pën folju, në kum pas ondër mi fol. E tash kush do që më vjen me më folju, edhe që i lanë gjomban të semafor, kush do që vjen vish me më folju, me më përshëndet, kom qef me akthy dhe më nalë me folju me të, sy me në gjofë që 100 vjet. A ka me vazhdu seriali? Kismet. Edhe dhe i kur? Tash nuk e di kur transmetohet kjo emision, na nese kena munis për Gjermani, me i bo gjerimet e sezonës 2, epizoda e pare e sezonës 2 del me 12 shkurt, jena duf me anis se shumica njerëzve kanë mendu që u kruj komplet si serial, se në fund e kem paraqit që mu më gjujnë policia e Gjermanis. Edhe ka pas njeri që ka thinë telefon, ka thonë, aman më senal, këtë çka të botë unë e ta paguj. Unë thonë, jo, navi që kem dalë sezonën e parë, që tash fillon sezona e 2. Edhe, po, kismet Allah shumë shpejt me 12 shkurt fillon sezona e 2, inshallah është edhe më e fuqishme se e para. Artan, shumë sukses, fat e shëndet edhe rreqisht të qëshje, djali mirë, modest, punëtor dhe i mirë kështu në komunikim. E ka një energji fantastike, djali që unë e përgëzoj kështu për para që e kam këtu, se s'kam qef shumë i thonë njerëzve kur i ki afër, po për një me ka një energji shumë pozitive dhe unë e respektoj dhe dua të rokas se cilin një që quat mëngjes e shkon punë për familjen e vetë dhe për veti. Bravo. Faleminderit, respekte. Faleminderit për ftesën, inshallah të hetë sa më mirë emisioni. Bashk, kajtëve. Amin. Mirë pafshim.